si do t'jetë përgjigja e banorëve të Mekës. Subhanallah. I pari njeri i cili duhet ta mbështeste Muhamedit alayhis salam ishte ai i pari i cili e kundërshtoi. Cili ishte ky? Xhaxhai i tij. Xhaxhai jot, i afërmi jot, fshiu jot, familjari jot, në vend që me të mbështet tek feja e Zotit, tek e drejta, tek e mira, u bë kundërshtari i parë i fesë Zotit. Dhe prandaj e meritoi madhkimin nga çasti që foli deri në gjykimit, deri në përjetësi. I thot xhaxhai i tij, a për këtë gjona thirret i ne? Ma u ku qofshi thot. E kota dhe e keqa qof mbi ty, poshtërimi qof mbi ty. Kush? Xhaxhai. Allahu subhanahu wa ta'ala. Sa po u largu ky person i quajtur Ebu Leheb, zbriti ajete kuranore. E zbriti Zoti i gjithësisë Xhibrilin tek Muhamedi alayhis salam dhe i shpalli ajet kuranor, ajete të cilat janë mrekullim vete. Tha Zoti i gjithësisë, Bismillahirrahmanirrahim, tabbat yada abi lahab wa tab. I shkatrum, i mallkum, qofte Ebu Lehebi, pra xhaxhai pejgamberit alayhis salam, dhe ai do t'jetë përgjithmonë i shkatrum. Tabbat yada abi lahab wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Nuk do ta ndihmoj atë as pasuria, as pushteti, as fama që e kishte. Ai do t'jetë përgjithmonë i shkatrum. Dhe kështu do të mbesë. Ebu Lehebi, akoma duke qenë gjallë, i ngjon të ajete kuranore dhe nuk e pranon Islam. Sikur se ky njeri ta pranonte Islamin vetëm me sy e fajsi, vetëm me thonë, unë jam musliman, Kurani do të binte poshtë. Pse? Se Kurani tha asnjëherë s'do të besoj. Dhe vërtet ky njeri asnjëherë nuk besoi. Çka më tregu se libri i Zotit, çka më tregu se fjala e Zotit të gjithësisë është fjalë e vërtetë.